Nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi sot në podcastin e radhës. Para se të fillojmë emisionin, si zakonisht dua t'ju kujtoj të hiqni gurin e Sizifit nga zemra dhe nga gishti, dhe të bëni një subscribe që të keni punë të mirë dhe ju me ne dhe ne me ju. Njëkohësisht dua të falenderoj të gjithë sponsorët dhe bashkëpunëtorët tanë të emisionit, cilët do dalin vazhdimisht me strisha atje, me ato brezat, me ato shiritat, ku ju do të shikoni disa nga bizneset më të mira në vend, të cilat janë përzgjedhur prej nesh për të ndihmuar juve në nevojat që mund të keni, qoftë në mallra, qoftë në shërbime që ofrojnë këto biznese, dhe mjafton të googloni dhe të gjeni mënyrën e kontaktit, megjithëse ne ju kemi vënë disa numra telefoni dhe adresa emaili. Falenderoj njëkohësisht Uin Lajthiza, i cili me produktet e reja ka filluar të jetë shumë konkurrues me shumë produkte të tjera të ngjashme, më tradicionale, të huaja, dhe sigurisht që ne nuk është e nevojshme t'ju përmendim që parja duhet ngelet brenda nesh, ashtu siç bëjnë dhe popujt e tjerë inteligjent për të hapur sa më shumë vende pune dhe shqiptarët mos ja mbathin ande nga perëndimi. Njëkohësisht kemi dhe një nga vajrat më të mirë të ullirit në botë. Mjafton t'ju them që familja Trump, po dhe njerëzit e tjerë, erdhi ky ambasadorja tash dhe kishte dërguar sa njerëz për ta kërkuar këtë vajin. Nuk po ja u them emrin, se mjafton të pyesni këtë do ande nga Vlora, dhe edhe në Tiranë ka plot që e din sa të duash, që është po e prish të kontratën e fshehjes së emrit, është vaj Musaj në skrovotin të Vlorës. Në qoftë se doni të merrni dhe vaj dhe ilaç, mund shkoni aty, siç kam bërë unë këto 3 vjetët e fundit, dhe familja ime është jashtëzakonisht e kënaqur. Dhe ju e dini që unë jam institucion besimi këtu dhe asnjëherë nuk them kot dhe të flas kot pa e besuar së brendshmi. Sot jam me kapiten Meçollarin, Artur Meçollarin, dhe do diskutojmë për disa gjëra të brendshme, por edhe për gjeopolitik sigurisht, sepse kapiteni është nga njerëzit më kompetent në Shqipëri që mund të flasë sakt për ngjarjet e rëndësishme që po ndodhin sot në botë. Por ta fillojmë një herë me Shqipërinë. Mendova, kapiten, të flisnim një çik për këtë çështje në ardhjes kësaj ambasadores amerikane në Greqi, Kimberly Guilfoyle, në qoftë se ja thash emrin gabim, mbi emrin gabim, dhe bëri përshtypje në mediat karakteri privat i vizitës e para, sepse nuk ishte me bekimin e ambasadës. Bëri përshtypje veshja e saj, domethënë private, jo zyrtare, dhe njëkohësisht edhe emrat që e shoqëronin, por bëri përshtypje edhe momenti kur ajo erdhi, që ishte një ditë para se të votojë heqja ose ruajtja e mandatit Belinda Ballukut, sipas një kërkese që kishte bërë SPAK, me shpjegimin që qenia jashtë e Belinda Ballukut, e cila po hetohej nga SPAK-u për afera korruptive dhe pabarazi në zhvillimin e tenderave si ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, që nga viti 2019, ajo mund të ndikonte mbi dëshmitarët dhe mbi provat, dhe mund të ndryshonte ato dhe të prishte pra provat për drejtësinë, dhe ata kërkonin heqjen e imunitetit, pra që të lejoheshin që në qoftë se prokuroria ta gjykonte të arsyeshme derisa të shkonte në gjykatën speciale, të mbaj e ndaluar nga prokuroria e SPAK-ut. Si e shpjegoni ju ardhjen e kësaj kapiten, ardhjen e kësaj ambasadores amerikane, e cila ka qenë e lidhur dhe është e besuar e presidentit Trump, dhe ka qenë e lidhur dhe me djalin e saj, Eric Trump, në mos gaboj, dhe ka qenë e fejuar, dhe ka qenë pjesë e familjes Trump,
miqësitë cilën ndoshta me Trumpin dhe me ishte fejuar në vetë djalin e Trumpit e ka ruajtur deri në momentin që ajo u emërua. Keni ndonjë shpjegim, kapiten, se çfarë mund të ketë ndodhur, kush ishte arsyeja që ajo mund të ketë ardhur në këtë moment deciziv me ato takimet shumë rastësia është nga një mbret i botës, domethënë, dhe po ta vëmë mbret e vajzë e Trumpit ka ardhur në Shqipëri një ditë ose dy ditë para se të merrte vendin gjykata kushtetuese në lidhje me Belinda Balluku. Pra vajza e Trumpit i bëri një vizitë në Vlorë. Dhe kjo vizitë vjen një ditë përpara se parlamenti të marrë vendim në lidhje me Belinda Balluku. Kuptohet që në një ngjarje të gjitha palët kanë interesat e tyre. Dhe koha në cilën ndodh ngjarja, rrethanat në cilën ndodh ngjarja të tregojnë se cilat janë interesat e palëve. Kuptohet që ambasadorja e Shtetit Bashkuar në Amerikë, natyrisht njerëzit i veshin shumë e afër e Trumpit, në fakt ajo ka qenë e dashura e djalit të Trumpit dhe jo domosdoshmërisht sot ka lidhje direkt me presidentin Trump. Presidenti Trump ka aq shumë këmbora sot sa që nuk e dëgjon dot zilet e ambasadores së tij në Greqi. Kështu që, domethënë, kjo domethënë e përforcon faktin që ajo mund të ketë pasur një agjendë komplet personale. Ndoshta jo personale, por familjare. Domethënë, në kuptimin, po ta shikojmë në kohët e fundit, vizitat që i bën kryeministit, në vizitat e fundit, i kanë lidhje me djemtë e Trumpit, jo më domosdoshmërisht me presidentin Trump. Pra kemi lidhje të karakterit familjar, sepse në qoftë se do të ishin vizita të karakterit zyrtar, në të dyja vizitat që kanë ndodhur, nuk ka marrë pjesë ambasada e Shtetit Bashkuar, asnjë person. E vetmja nuk ka marrë pjesë as e ngarkuara me punë, as një person tjetër. I do thotë që vizitat nuk kanë qenë zyrtare, por kanë qenë private. Por vizita e ambasadores së Greqisë ka disa rrethana që të kryejnë. E para, njëra, ajo nuk është diplomat e karriere. E dyta, është shumë e përfshirë në biznes në Greqi. Dhe e treta ishte e shoqëruar nga dy biznesmen grek, që do thotë që kishte interesat pra shoqërimi me dy biznesmen grek të jep të kuptosh që ka të bëjë me interesa të biznesit grek në Shqipëri. Dhe këtu pastaj vim tek Albuti. Më fal, kapiten, këta e shoqëronin Aleksandros Exarkou, që ka qenë kryetar dhe CEO i grupit Aktor, që ka ndërtuar me shumëfishin e parave të shpallura në fitimin e tenderit të rrugës Tiranë-Elbasan, dhe ne dimë se sa vojtë me atë shembjen që ka patur nga pjesa mbas tunelit kur shkon nga Tirana në Elbasan, domethënë ka qenë vetëm me një anë rruga, jo me dy anë, për shkak të disa shembjeve që ka pasur atje dhe që u riparuan me kalimin e kohës, pas një kohë shumë të gjatë. Ky është i lidhur me Sokratis Kokalis, i cili dihet që është një person shumë interesuar në Shqipëri, ka financuar edhe bursa, ka financuar edhe bursa nga student shqiptar, më falni. Dhe midis tjerëve është ky Arben Malej, ka qenë ky ish-zëvendës kryeministri Arben, ky që u largua, që është në Zvicër, si e ka ky se Ahmetaj. Ka pasur dhe disa të tjerë, kur unë kam qenë në Boston dhe kam kërkuar që të bëja doktoraturën në Harvard në vitin 2005, dhe aty ka qenë një fondacion shqiptar që quhet Frosina, i hapur nga një shqiptar nga Lubonja, i cili duhet të ketë ndruar jetë, dhe më rekomandoi një miku im që ishte në Kanada, që mund të më financonte bursën për të studiuar në Harvard. Kur unë shkova, ky që drejtonte këtë Frosinën ishte shumë i moshuar, ishte rreth 90 vjet dhe më tha mua, unë jam duke mbyllur këtë fondacionin, tas për shkak të moshës, tas sepse nuk e ndjek dot, tha. Dhe
sa do të ndihmoj unë, sa do të lidh me dikë tjetër, tha që të ndihmojnë ata. Dhe kur më tha emrin e këtij fondacionit Kokalis, i thash faleminderit, i thash nuk ka nevojë, thash më mirë djepi bosh se shejtani brenda, i thash unë nuk dua të shkoj fare të takoj këta. I dyti që ka marrë pjesë në këtë takim është Christos Marafatsos me Ramën dhe me ambasadoren Kimberley. Ky është themeluesi i organizatës greke Greek Voices for Trump, që është një figurë me lidhje me qarqe republikane dhe me komunitetin greko-amerikan. Pra, duket aptazi që kjo ka ardhur si ndërmjetëse për të ndërmjetësuar interesat ekonomike dhe politike greke në Shqipëri, dhe unë mendoj që nuk është se këta kanë ardhur 2 ditë mbasi Rama shpalli prishjen e kontratës për Porto Romanon me firmën Arkirodrom, të cilën unë kam denoncuar i pari dhe kam thënë që do bëhet vari Belinda Ballukut, dhe kokën e saj e kërkojnë disa shtete si Italia, Meloni, Macroni në Francë dhe në Hollandë, kryeministri holandez dhe në Belgjik ishin shumë të egërsuar me sjelljen e paprincipt dhe të korruptuar të Belinda Ballukut dhe të Edi Ramës në rastin e tenderit të Porto Romanos, duke dhënë një firme greke Arkirodrom. Dhe unë besoj që gjithë të kohë, me ardhjen e vajzës së Trumpit, me ardhjen e kësaj, në 2 momentet që përmendet ju me Belinda Ballukun, unë them që ka një ndikim të fortë të asfalisë dhe lidhjeve të saj me shërbimet me Cian, me pranë familjes greke, me lobin grek, duke ndikuar dhe duke u përpjekur ta mbrojnë me çdo kush si Belinda Ballukun, ashtu dhe atë që bëri tenderin, që është Piro Vengo si ish drejtor i portit të Durrësit në kohën kur janë bërë tenderat për Porto Romanon dhe që janë skualifikuar disa nga firmat më prestigjioze në botë që konkuronin aty. Përveç kësaj, unë dështa të shiko, Shqipëria është në udhëkyq sot, që t'jemi korrekt. Në shkuptim. Në kuptimin e influencës rajonale. Po. Është në udhëkyq. Për shkak sepse në fakt të jesh hyrje, jo vetëm me korridorit 8, po këtu nuk bëhet fjalë për korridorin 8, bëhet fjalë për korridorin 8, për rrugkalimin Tiranë-Prishtinë, Beograd, pra një rrugkalim i cili është promovuar nga presidenti Trump që në vitin 2020, po mbani mend, në marrëveshjen që bëri, pra dhe tjetra është edhe çështja e NATO-s si rrugkalim sigurie ose strategjik në korridorin e 8, plus interesave që kemi ne për tregtinë kombëtare. Pra, hyrja e korridorit 8 është një sfidë, ose është Shqipëria është në udhëkyq në lidhje me hyrjen e korridorit 8. Do të kemi një hyrje të korridorit 8 e cila do të jetë një ndim ose një rritje e interesit strategjik të Shqipërisë, apo do të kemi një hyrje korridorit 8 që do të ulë rëndësinë strategjike të Shqipërisë. Dhe këtu vim tek pyetja, Porto Romano do të arrisë rëndësinë strategjike të Shqipërisë apo do ta uli? Unë ju kujtoj vetëm një fakt, që ne duhet të kthehemi në krahasim me portin e Durrësit. Në krahasim me portin, gjithmonë po flasim për Porto Romano. Se ju keni patur dhe një status në Facebook para ca ditë. Dhe Porto Romano që është bërë shumë viral. E zvendëson portin e Durrësit apo e liron portin e Durrësit për Arabin? Kjo është pyetja. Pra kjo është pyetja. Dhe nëse dalim te kjo pyetje, ne unë duhet të kthehem në një histori që ka ndodhur në vitin 2004-2005. Në atë periudhë u hartua një plan për zgjerimin e portit Durrësit, i cili do të lejonte krijimin e një kalate për kontenerët, kalate të mëdha, dhe zgjerimin e portit Durrësit në krahun. Pra ata që se din kalata, çfarë është? Kalata është një bankinë e gjerë e cila ka kapacitete për të akomoduar anije të mëdha kontenere, por dhe ka hapësirë për të akomoduar kontenerët në bankinë në tokë. Po. Dhe kjo platformë në tokë.
Dhe çfarë ndodh? Në atë vit u sabotua ky projekt nëpërmjet, po i mbani mend, disa cisternove greke të montuara në portin e Durrësit. Po. Të instaluara në portin e Durrësit. Pra, projekti i vitit 2005 u prish për shkak të disa cisternove greke të instaluara në portin e Durrësit. Që tregon që Greqia shumë e interesuar. Pse? Sepse konkurenca midis portit Durrësit dhe portit Selanikut lidhet midis konkurencës korridorit 8 dhe korridorit 10. Është Aleksandropoulos në korridorin 10. Po themi zonën e Selanikut, nuk pa ju futur, sepse dhe korridori 8 ka dhe Durrësin dhe Vlorën, nuk është thjesht Durrësi. Dakord. Dhe problemi është që do të jetë veri jug apo limje perëndim. Dhe konkurenca është me çështjen e pjesës Selanikut, porti Selanikut, që është porti më i madh për momentin përveç Piraut. Pra, dhe në këtë moment që ndodhet Shqipëria, kuptohet që kryeministri i cili promovon një port i cili nuk e zvendçon dot portin e Durrësit, nuk bën gjë tjetër veçse në fakt nuk promovon ose në gjykimin tim i prish të gjitha raportet strategjike që ka Shqipëria me detin dhe me korridoret ndërkombëtar. Dhe në këto 5 vitet e fundit, di çka ka ndodhur? Po. Porti i Selanikut ka arritur 28% trafikun e kontenerëve. Në 5 vitet e fundit. Që do të thotë që në qoftë se ne do të ndërtojmë një port më të vogël se porti i Durrësit, humbja është e sigurt në lidhje me influencën rajonale, në lidhje me sigurinë apo me transportin. Humbja është e sigurt. Prandaj vin tek dhe unë vizitën e ambasadores e shikoj pikërisht në këtë moment të rëndësishëm që ka Shqipëria, në këtë udhëkryq që ka Shqipëria. Udhëkryqin e çështjes së hyrjes korridorit 8. Duke se ndërsa evropianët po përpiqen që Porto Romanoja të marrë një fuqi të madhe, qoftë në ndërtimin në kohë, qoftë në kapacitetet që juve përmendet, qoftë në cilësinë e shërbimeve që lidhen dhe me kapacitetet pasaj, duket sikur nga krau tjetër ka një aleancë që unë do ta quajja ortodokse, që është Greqi, Rusi, ku dhe pronari i portit Selanikut është një ish deputet rus që është edhe pronari i klubit futbollit Selanikut, në qoftë se të kujtohet ka dalë njerë me armë me pistolet në këto ndeshjet, nuk po më kujtohet emri i tij tërshi, dhe ky ka qenë është në mos gaboj duhet të jetë armeno-grek nga origjina. I lindur në Armeni, ka jetuar në Rusi me pasaport ruse, ka qenë deputet në Dumën ruse dhe tashi jeton në Greqi, në Selanik, dhe është mik me Sokratis Kokalis, që e përmenda më parë. Sokratis Kokalis dihet që ka influencë dhe miqësi si me Fatos Nanon, kur ka qenë atëre, si me Sali Berishën, të cilët i ka takuar të dy, madje pak para zgjedhjeve 2005 ai ka ardhur dhe është takuar me Sali Berishën, dhe pas pak muajsh Sali Berisha fitoi dhe ti mund të jetë premtuar në takim çështja e detit. Në vitin 2005 në takimin që ka patur me ky quhet Ivan Savidis, ky armeno-greku, që ju fola pak më përpara, dhe që është shumë interesuar për të bllokuar ndërtimin e Porto Romanos. Jo, të garantoj, ata nuk duan bllokimin, duan ndërtimin e Porto Romanos. Po pse? E duan me kapacitetet vogla. E duan sepse ndërtimi i Porto Romanos cënon pozicionin strategjik të Shqipërisë. Pra, nga një port, nuk po them që porti i Durrësit është port me kapacitet maksimale që na duhet një port shumë më i madh se i Durrësit.
Por të ndërtosh një port më të vogël se Durrësit ti e dëmton çështjen e pozicionit gjeografik të Shqipërisë. Ky ka qenë loti i parë, ky që bë tash tenderi 400 milion, se tenderi 2 miliard. Pikërisht. Dhe këtu kemi të bëjmë. Është vepra më e rëndësishme infrastrukturore e këtyre 35 viteve shqiptar. Se nuk ka rëndësi sa modern është korridori 8, rëndësi ka edhe porti, nyja hyrëse dhe dalëse e mallrave, se mund të kesh ti shumë të mirë autostradën, megjithëse ajo po bëhet shumë e keqe, apo jo kapiten. Shiko, historia e portit është, unë zakonisht e përshkruaj me këtë. Në qoftë se ti ndërton një tubacion për prurjen e ujit në një qytet, dhe tubacioni është 2 metra, ka diametrin 2 metra. Është i mjaftueshëm. Por i vë një saracinesk 1 metër. Të gjithë investimin e ke hedhur në erë, sepse nuk ka vlerë. Pra, dhe porti, në qoftë se porti nuk përballon të gjithë transportin që duhet të bëj toka, pra, por është blokus, atëre porti, domethënë nuk e ka vlerën që duhet të ketë. Dhe në rasti konkret, porti Porto Romanos është më i vogël se porti i Durrësit, ka kapacitete më të vogla se porti i Durrësit. Pra, nuk i plotëson kushtet. Shqipëria mund të ketë një port më të madh se Durrësi, dhe duhet ta ketë një më të madh. Aty janë dhe 2 plakat në mos gabojmë që ndahen ke Porto Romano. Në Porto Romano po është dhe çështje sismike. Dhe çështja është si ka mundësi që e zgjodhen në të vend aty. Do ta shpjegoj. Vetëm 1 minutë. Por problemi qëndron që të qëndrojmë tek vizita e ambasadores. Vizita e ambasadores nuk është qëndrim zyrtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sepse nuk merrte pjesë ambasadë. E para. E dyta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me Porto Romanon e kanë shprehur qartë qëndrimin e tyre. Janë kundër, zyrtarisht. Shtetet e Bashkuara janë për një port më të madh se i Durrësit, janë për një port më të madh se i Durrësit, pra, po jo për një port më i vogël se i Durrësit. Si e tillë, qëndrimi zyrtar dhe qëndrimi i Bashkimit Evropian po ashtu është kundër Porto Romanos. Madje ambasada amerikane ka gisht dhe në materialin që është dërguar Spakut për këtë punë kundër Belinda Ballukut. Atëre, dhe çështja e qëndron që dhe Bashkimi Evropian marrim dokumentat kryesore të Bashkimit Evropian. Një nga dokumentat kryesore është për shembull është një marrëveshje mbi gjurmën e korridorit 8 që firmosin që në 2004. Porti hyrëse është porti i Durrësit, nuk është Porto Romano. Pra, në dokumentat e Bashkimit Evropian për transportin në Ballkanin Perëndimor, port hyrëse vazhdon të jetë porti i Durrësit. Për NATO-n, port hyrëse vazhdon të jetë porti i Durrësit. Përkundrazi, NATO ka deklaruar që porti i Durrësit ka qasje strategjike ndaj aleancës dhe ka bërë 3 stërvitje vetëm për të testuar kapacitetet e portit të Durrësit dhe gjithë Durrësit. Pra, po themi, vizita e ambasadores është një vizitë private e sponsorizuar. Po pse duhet që ti që atëra ky porti i Durrësit kapiten? Nga pse lindi kjo nevojë? Shiko, fillimisht Porto Romano kur janë interesat e këtyre offshore-ve që të ndërtojnë aty. Ja, porti i Durrësit është deklaruar për herë të parë që do të bëhet një port turistik në 21 prill 2021. E ka deklaruar kryeministri. Në fakt, unë e kam parë pamjen në 3D që në maj 2019. Ma ka treguar dikush i kam thënë që është gabim. Nuk duhet për ky ndryshim i destinacion. Si justifikohet kjo? Dhe ka bazë logjike? Nuk ka bazë logjike. Dhe e parë, e dyta, pyetja shtrohet. Dhe duke ndryshuar destinacionin, atëherë Shqipëria ngeli pa port, u shpik porti i Porto Romanos. U shpik. Nuk ka studim fizibiliteti. Nuk ka Ty janë disa bova ku shkarkon ky. Shikoj, që të bësh një port bëhet për 50 deri në 100 vjet. Dhe do një studim. Si në kuptim bëhet për 50 vjet? Koha e ndërtimit apo koha e ekzistencës? Ekzistencës, jo më pak se 50 deri në 100 vjet. Po pse 200 vjet çfarë ka për? Jo më pak. Pra, më mund të jetoj dhe 500 vjet. E këno, po bëhet jo më pak se 150 deri në 100 vjet. Atëherë çfarë ndodh? Do një studim fizibiliteti. Pyetja e parë është, në dokumentat strategjike ka Shqipëria thotë që duhet konsultohet për çështjen e sidomos të korridorit 8, duhet të konsultohet me Bashkimin Evropian, sepse në fakt korridori 8 është korridor sigurie i Bashkimit Evropian. Po hyrja e korridorit 8 është pjesë e korridorit 8.
Po, atëherë Shqipëria nuk është konsultuar me Bashkimin Evropian për ndryshimin e ligjit korridorit 8. Pikë e parë. Pse bëhet kjo? Kujt intereson kjo prishje e portit? Pikë e dytë. Kush e vendosi Porto Romanum, që do bëj portin në Porto Romanum? Vendosja se ku do të bëhet një port është çështje teknike, nuk është çështje politike. Nga që kishte atë tokën e Kastrati atje dhe që të bëhet ajo pjesë për interesat e Kastratit me cilin është i përfshirë dhe Rama. Kush e vendosi? Kush grupi teknik, sepse që ti të vendosësh të bësh një port, do bësh studim gjeografik, studim sismik, studim hidrometeorologjik. Ato kanë 100 metra deluvione sipër, më kanë filmuar Shkëmbint. Po, atje derisa ta rish në Shkëmbint mem. Dhe tani, sepse ajo ka qenë gjithmonë, aty ka qenë kanal, ka qenë kënet. Po. Hynte nga dalani i Durrësit dhe dilte pikërisht në kepin në gjuhën e Lalsit. Ka qenë kanal, ka qenë kënet. Dhe pyetja shtrohet, kush e bëri studimin dhe kush e mori vendimin? Pikërisht të marrësh një vendim të tillë që të shkatërrosh portin e Durrësit, i cili është në interes kombëtar të NATO-s, të Bashkimit Evropian, për momentin, për aq kohë sa ne nuk kemi një port më të madh se ai, dhe të ndërtosh një port, ta ndryshosh destinacionin. Kush është justifikimi? Ose justifikimi që është i cekët portit Durrësit atje mos është më Ky është justifikimi, patje problemi nuk është vetëm thellësia, problemi është dhe sa metra kalat. Mund të bëj një llogaritje të vogël, e kam hedhur dhe në Facebook, një llogaritje. Sa është porti i Durrësit? 90 hektar? Porti i Durrësit është 80 hektar. 80 hektar. Por problemi është që po atje sa planifikohet? Atje po të marr vetëm çështjen e kontenerëve. Të plot. Është më e vogël, është më e vogël, është më e vogël. Është më e madh. Jo. Unë di që është 300 hektar. Porto Romano, jo, po marrim akvariumin. Po flasim për akvarium. Po, dakor. Ai shiko, porti e para mat janë 3 elementë kryesorë. Matësia e akvariumit, sipërfaqja, gjatësia e kalatave dhe gjatësia e hapësirës akomoduese dhe thellësia. Këto janë 4 elementë thelbësor që ka një port, që ti mund të bësh vlerësim, po të marr vetëm një element. Porti i Durrësit sot ka 400 metra kalat për kontenerët dhe përpunon rreth 220 400 metra është pjesa ku mund të ankorohen në anjet. Pikërisht. 400 dhe përpunon 220.000 kontenerë në vit, që do të thotë një rendiment rreth, më thënë pjesëtoj me kartë 220 rreth 55.000 kontenerë në vit për 100 metër linear. Po. Pretendohet që ne do ndërtojmë një port që do përpunoj 2 milion kontenerë në Porto Romano. 2 milion kontenerë quhet superport. Po. Është superport, një port i cili ka 2 milion kontenerë, konkuron Pireun, Selanikun, Gjoja Taur dhe Maltën. Nga pikpamja e sasisë së mallit që do të përpunohet. Pra, ky quhet superport. Atëherë, porti i Porto Romanos ka 400 metra kalat për kontenerët. Sot mesatarja e përpunimit të kontenerëve është 80 dhe 120 100.000 kontenerë në vit për 100 metër linear. Që do të thotë që porti i Porto Romanos nuk mund të përpunoj më shumë se 400 dhe në 500. Po e marë, po e shtojnë që 400 dhe në 500.000 kontenerë në vit. Nga do li Llogaria 2 milion kontenerë në vit. Nuk ka mundësi teorike, porti dhe praktike. Porti i Porto Romanos Ska këshilltar ky Rama kur i flet këto gjëra, këto shifrat pa përgjegjshme, kështu që. Po këtë po pyes, kush i bëri llogaritjet? E kupton sepse në fakt që u vendos porti aty e para është zonë sismike. Thellësia është e vogël. Toka është, me thënë kamera, nuk ka hapësirë akomoduese të mjaftueshme. Vetë akvariumi është i vogël. Dhe më e rëndësishme është një element teknik shumë i rëndësishëm, hyrja është në drejtimin veri-perëndim, nga e cila 32% e motit e kohës së keqe, ose që i themi e detit, vinë nga drejtimi veri-perëndim me forcën mbi 4 ballë. Që do të thotë që porti është një port i cili kërkon mirëmbajtje të përhershme çdo ditë. Pra, ne jemi në kushtet që në fakt unë e kam cilësuar, prishëm një shtëpi. Ka vende të tjera aty afër që mund të jenë më të përshtatshme? Jo, nuk ka. S'ka. Jo. Ne prishëm një shtëpi. Lidhja më e mirë mendon ju kapiten? Të mbahesh e Durrësit? Jo, do ta shpjegoj për 1 minutë vetë. Pra, ne prishëm një shtëpi dhe bëm një kasollë. Kjo është ajo që kemi bërë akoma as kasollë. S'ka rëndësi, problemi që ne jemi angazhuar në bërjen e kasollës.
Dhe këtë po në Shqipëri, shiko, ka një marrëveshje e cila nuk hyri në fuqi midis presidentit Trump dhe qeverisë Kosovës, të shtatorit 2020. Mbarmën që vajti Abdullauti, në paragrafin e 8 të saj thot vendet do të hynë flet për Beogradin dhe vendet do të hynë në studimin e fizibilitetit për një kurudh e cila do të kaloj nga Beogradi në Prishtinë dhe do të dalë në detin Adriatik. Shëngjin. Jo. Nuk bëhet fjalë për Shëngjin. Pra, deti Adriatik, një drejtim nga Beogradi në Prishtinë mund dali vetëm në bregdetin shqiptar. Dhe bëhet fjalë për Gjirin e Vlorës. Pse? Sepse në fakt Shqipëria mund të ndryshojë destinacionin e portit Durrësit, ose mund të uli rëndësinë e portit Durrësit në qoftë se do të ketë një superport të vërtet, i cili do të përballojë nevojat e brendshme, korridorin e 8, nevojat për transport nga Beogradi në Prishtinë në Shqipëri dhe nevojat që kanë atua në një krizë të meftueshme, të mundshme. Pra, nëse do të plotësoj këto nevoja, pra nuk do të jetë tampon për të bllokuar trafikun, ajo që tregove me tubacionin, por do të lejoj në mënyrë të rrjedhshme të rrjedhë trafiku i cili është në tokë, pra trafiku nga deti në tokë dhe nga toka në det, në mënyrë të rrjedhshme të pandërprer, atëherë ky është një port më vlerë. Por sot, në kushtet që ne nuk e kemi këtë superport, porti i Durrësit është porti më i mirë që mund të kemi në krahasim me Porto Roman. Po, kush mund të jetë arsyeja që këta po e prishin portin në Durrësit, arsyeja e vërtet? Arsyeja e vërtet është për mua, për aq kohë sa ne nuk dim kush është financuesi vërtet të asaj pjese që nuk është shtetërore, atëherë këtu ngelet të dyshohet që në portin e Durrësit. Po. Pra sepse në fakt shteti ka 33% sipas të dhënave, por një pjesë e mirë janë financim jo qeveritar. Pra pjesa më e madhe nuk janë. Dhe problemi shtrohet për aq kohë sa ne nuk e dim kush do të jetë financuesi. Pra i pjesës tjetër. Dhe faktet tregojnë për mua në mendimin tim paratë e hedhura që pretendohet të hidhen në portin e Durrësit nuk janë paratë sigurta. Po. Dhe kjo do të sjellë atë që kjo në një farë mënyre unë e kam cilësuar të tillë korrupsioni në portin e Durrësit na detyroi neve të hyjmë në këtë vorbull pas sigurisë dhe kaosi strategjik në lidhje me hyrjen e korridorit 8. Po. Ky Rama duket sikur po i kalon të gjitha limitet, të gjitha vijat e kuqe, po ndjek vetëm agenda personale, gjithçka edhe në funksion të mbijetesës së vet, dhe mua më ngjan kjo afera dhe kjo darka me këtë ambasadoren greke, më ngjan që ky sa e ri me këta i shkëput nga i cop mishja pret Shqipërisë, dhe ja u jep këtyre që e kërcënojnë, e kanë peng, dhe mua ky takim më duket sikur është çik i ngjashëm me atë takimin me atë të FBI-t, ç'a quhej se tash i kemi harruar dhe emrat. Takimet me atë të FBI-t që ka për këtu. Jo, me atë me Gonigal. Po. Dhe më duket sikur ky gjithnjë më shumë zhytet në këto dhe punon për agendat e tuaj, dhe më duket sikur është një njeri që bashkëpunon me sionistët, ndoshta edhe me Mossadin, me shërbimet sekrete, të cilët mund të kenë në një thes, ashtu si Trumpin me çështjen e dosjes Epstein, edhe këta në rastin e Gonigalit ose edhe me veprimet tjera, sepse këta kanë edhe një bank, Abi Bank këtu, kanë aktivitete financiare, kanë transferta, të cilat i monitorojnë gjithë flukset e transfertave, ata që janë pronarët e vërtet të shtetit të Izraelit, që janë dinastia Rothschild, dhe këta i mbajnë në darë dhe në presion dhe në trysni, dhe këta i garantojnë që
nuk do të bëj gjë Trumpi, kështu që ti do vazhdosh të bashkëpunosh me ne. Mua më duket sikur ka një marrëveshje, kam thënë dhe herë tjera, dhe këto ndërtimet e pafund, këto ndërtimet që duan të bëjnë atje në rjoll në Adriatik, këte nga zona e lindjes së Tiranës, një grup i madh jaudinsh kanë marrë kodra të mëdha për të ndërtuar resorte të mëdha turistike. Këte afër liçenit Separanit. Në liçen janë arabët, këte nga krau tjetër më në jug janë kodrat tëra që i kanë marrë këta. Kjo Belinda Balluku po ju rregullon dhe një rrugë aty, po ja u bën një rrugë moderne, po ja u çon deri ke. Po ja u rregullonte, se nuk. Po pra ja u rregullovi, edhe është këte në kodrat mbi mullet, këte mbi qeha, këte lartë, çfarë quhen ato fshatrat ande. Dhe po bëhet një rrugë mrekullueshme, ka një numër të madh ndërtesash, po ndërtojnë kullat. Gjithë to kulla nuk merret vesh ku janë burimet e financimit, dhe unë mendoj që këto bëhen me orientimin dhe me drejtimin e shërbimeve sekrete të cilat kanalizojnë parat të pista që ndërtojnë gjithë to kulla, dhe ndoshta këta e kanë si skenar numër 2 gjatë luftës që po bëjnë me Iranin, në rast të ndonjë shkatrimi apo ndonjë kërkese të popullatave të brendshme të Izraelit, që janë rreth 10 milion banor, për të larguar një pjesë e madhe të tyre për çështje sigurie dhe mbijetese, dhe sigurisht që disa territore që ata i preferojnë shumë janë ishujt e Egjeut, janë ishujt Jonian, Shqamëria e Greqisë ose jugu i Borjoepirit, që e quajnë këta. Është pjesa e Bregdetit të detit jon, dhe sigurisht qendrat e mëdha industriale si Tiranë, qendrat e mëdha ekonomike dhe demografike si që janë Tiranë, Durrës, Elbasan, dhe këtu janë ndërtuar një numër i madh ndërtesash që janë bosh. Dhe të gjithë njerëzit tonë, përse ndërtojnë gjithë to kulla, kush shqiptarët po ikin, përke po bëjnë to kulla. Dhe duket që, ose unë kam dyshimin që ky Rama është duke bërë një skemë madhe, duke bashkëpunuar me këta për të sjell në një rast të këtillë qytetar nga Izraeli për të jetuar këtu në Shqipëri, dhe po punon që Shqipëria të jetë një nga pjesët dhe të tyre të dytë që ata duan të ndërtojnë në rast rreziku. Njëkohësisht unë parashikoj dhe shikoj që do të ketë një zgjerim të luftës në rajon. Këto shtetet, në linjën e mesme flas, këto shtetet që kanë qenë mbështetëse të politikave të Shtetet e Bashkuara, duke i lejuar që ata të ndërtonin baza dhe të drejtonin geopolitikat e këtyre vendeve, kanë një presion të madh, një trysni, pavarësisht se shumica e tyre janë sunitë dhe po goditen nga Irani, siç thot ministri i jashtëm, për shkak se ne s'mund të godasim dot tokën amerikane, kështu që godasim objektet e tyre nga nisen sulmet kundër nesh, dhe ka impresion të madh, dhe ndryshe nga herët e tjera ku sunit kanë pasur një urrëtie të madhe ndaj shiitëve në rajon, ndaj persëve iranianëve, këtë radhë duket se skema do ndryshojë dhe gjithë lindja e mesme mund të marrë flak dhe të përvëllohet dhe të përfundojë me një Armagedon që do jetë Armagedoni i parë. Në këtë moment unë druaj se do të fillojë dhe lufta e Greqisë kundër dhe rusëve kundër Turqisë, dhe nga ana tjetër me nxitjen e Putinit mund të ketë një fillim të luftës dhe sulmi serb mbi Kosovë, dhe përfshiren automatikisht të gjithë populli shqiptar në Ilirid, në Shqipëri, politike në Kosovë, në Malzi, pra ndezjen e gjithë rajonit. Po e ke dëgjuar Rama ka thënë këto kohë që po sulmua Kosova, ne do të jemi automatikisht në luftë, gjë e cila s'është nevojshme të thuhet, sepse shqiptarët janë të gjithë bashkë, Kosova është një krajinë e popullit shqiptar, si gjithë krajinat e tjera.
dhe gjithë populli shqiptar normalisht nëse ka vetë dije duhet të ngrihet si një trup i vetëm, por unë mendoj që këto janë të organizuara nga një dorë të cilat duan depopullim, shkatrim dhe pasaj vendosjen e rendit të ri botëror që do të jetë ata që do të ngelen me mikrochipim dhe vendosjen e identitetit digital të cilin popujt evropian nuk e pranojnë në këto mënyra paqe, kështu që duhet një shkatrim i madh dhe druaj se Evropa veri lindore dhe këto vendet baltike, qytetet e mëdha të Rusisë si Shën Peterburgu, Moska, edhe qytetet tjera mund të goditen dhe ato, detizi mund të bëhet një skenë e luftrave të mëdha, navale dhe ajrore, dhe të ketë pra të jemi pranë një Armagedoni dhe këtu në Evropën veri lindore, në kufin midis lindjes dhe perëndimit, nëse mund ta themi kështu. Dhe është një skenar i keq dhe nëse ndodh kjo mund të ndodhë shumë shpejt. Këto ngjarje kur fillojnë janë reaksione zinxhir. Dhe kriza e parë që do të ndodhë është kriza ushqimore, ajo që unë kam thënë dhe tjerëve shqiptarëve, sot janë plot këto raftet, por unë i këshilloj shqiptarët që të marrin ushqime që rojnë gjatë, të mbledhin miell, grur, fasulet cilat mund të rojnë gjatë duke i mbajtur në frigorifer, trana, oris që rron shumë, po pasi ta kalojnë një në furrë 70 gradë, e t'i paketojnë, t'i mbyllin mirë pa ajër, dhe të jenë të kujdesshëm tash sa ka ushqime. Ka shumë njerëz që qeshin, kanë qeshur me mua, po kur vjen momenti pasaj, janë një pjesë shumë e vogël e atyre që qeshin që kërkojnë falje, kurse pjesa tjetër nuk guxon të kërkoj falje, po mos i pret që unë të them ndonjë gjë tjetër që ata se mendojnë, edhe të fillojnë prapë të tallen e të sulmojnë, po pak rëndësi ka. Kjo është detyra tonë. Si e shikon ti këtë panoramën? Çfarë mund të ndodhë, kapiten, se je specialist, zakonisht specialistët janë teknik të mirë të endjes avëlmendit të historisë, endjes vogël, ku një pikë vogël po su bë mirë, për shembull ke pjesa e syrit ose prishet gjitha ju avëlmendi, po aq të rëndësishëm janë dhe ata që i projektojnë në këto, çfarë do bëjnë teknicienët, pra strategjistët. Dhe unë më shumë jam këtu ke strategjistët, sepse nuk jam shumë i zoti për të endur avëlmendin, po jam i zoti ta përfytyroj dhe të jem në gjendje të shikoj se ata që i kanë mundësi ta projektojnë këtë avëlmend, unë të shikoj se si ata kërkojnë ta edhe në sajt të studimeve dhe të leximeve. Dhe kjo është ajo që unë ju thash. Ju si e mendoni, kapiten, ç'a mund të ndodhë? Mund të ketë një zgjerim të luftës, mund të ketë një Armagedon, apo gjërat do të shkojnë më mirë, do të zgjidhen të dyja luftrat që janë në lindjen e mesme, do të shkojnë drejt zgjedhjes, lufta në Ukrainë, a do të ketë zgjedhje, kryeministri Belk tha që duhet të rifillojmë lidhjen me gaz me Rusin, të ndalim luftën. Ky kancelari gjerman tha lufta e Shtetet Bashkuara në Izrael nuk është lufta jonë, ne nuk do të përfshihemi. Unë mendoj që në rast se Shtetet Bashkuara do të jenë të përfshira në luftën në lindjen e mesme dhe sidomos po hap lufta po zgjerua dhe në lindjen e largme ku Shtetet Bashkuara kanë interesa në Oqeanin Indian dhe në Oqeanin Paqësor, unë mendoj që nuk do të jenë shumë të përqendruara këtu në Evropë Shtetet e Bashkuara dhe unë shikoj si aleaten më të madhe ashtu si në luftën e parë botërore, por dhe në të dytën për të mbrojtur interesat e shqiptarëve, do të jetë ushtria gjermane. Dhe ka mundësi që ashtu siç tha perandori gjerman Hohenzoller, Friedrichu i dytë, që për shqiptarët jam gati ta nxjerr shpatën nga milli, në kohën kur Austro-Hungaria dërgoi 1 milion ushtar në Serbi për të mbrojtur edhe territoret shqiptare, unë shikoj që mund të përsëritet prapë kjo histori ku Gjermania
do të jetë në krahun e shqiptarëve. Si e shikon këtë skenar? Mos është pak apokaliptik ky që bëra unë dhe ju e shikoni më thjesht, apo mendoni që gjithçka mund të ndodhë, kapiten? Në këtë moment që jemi, balanca e fuqive ushtarake nuk e parashikon ose nuk e mbështet dot një variant apokaliptik. Nuk jemi në kushtet e një balance ushtarake e cila mund të krijojë. Për shumë parim Gjermani. Gjermania është akoma nuk është e gatshme nuk ka kapacitete të tilla që të angazhohet në një luftë. Ka përgatitur të gjitha mundësitë, planet, financat e tjera, por do t'i duhet kohë që përgatitet. Paktën 4 deri në 5 vjet kohë duhen, sepse duhen bler pajisje, duhen të stërvitur njerëzit, duhen krijuar struktura, pra nuk është në atë gjendje, nuk kemi në kushtet që Gjermania është gati të marrë rolin. Po marrim rastin. Por po marrim rastin tjetër. Si Rusia dhe Irani nuk janë në gjendje sot të hapin ose të zgjerojnë luftën. Kapacitetet e tyre janë të kufizuara. Rusia për shkak të angazhimit në që ka pasur 4 vjet, ka pasur goxha humbje, si në ana financiare dhe nga ana njerëzore, dhe nuk është një gjendje sot. Një mbarim i luftës në Ukrainë mund t'i japë asaj mundësinë për 4-5 vjet që vinë, por për aq kohë sa është angazhuar. Marrim Iranin. Irani sot është në gjendje të vështirë. Putini ka thënë që në rast se një luftë unë kam butonin e kuq, nuk ka nevojë. Edhe një butoni kuq është dëm për të gjithë, është dhe për dhe Putinin. Ju e keni parë që gjithmonë Putini e mban fjalën për atë që thotë. Jo, dakord, edhe se mban. Sepse tha do pushtoj Ukrainën për një javë. Donte të pushtonte Ukrainën. Jo, se ka thënë asnjë. Një javë të rrezonte qeverinë. Se ka thënë asnjë. Okej, të rrezonte qeverinë për një javë. Nuk e rrezoi. Pse e vajti në Kiev? Vajti për të rrezuar qeverinë. Nuk e rrezoi dot. Në Kievin e rrethoi. A diskutim kjo, po nuk dua të ndërtoj. Gjithsesi, Putini mund të ketë arma, arma bërthamore ka tjetër koncept në luftë, është armë deterrence, nuk është armë për të luftuar. Sepse ajo në fakt nuk krijon, ajo është e dëmshme për të dyja palët. Gjithsesi, le të mos i futemi çështjes bërthamore, sepse ajo është më e ndërlikuar në trajtim, po marrim anin konvencionale. Gjermania nuk ka armë bërthamore. Rusia ka, Irani nuk ka armë bërthamore. Pra, dhe Irani sot është një gjendje shumë të vështirë nga pikpamja ushtarake. Sepse në fakt i është dëmtuar, i është zakonisht kapacitet ushtarake. Por tendenca e përgjithshme është për kufizimin e luftës. Pra, nuk jemi në kushtet që ne mund të kemi një zgjerim të luftës, po i fryn shumë për shembull për fshirjes së në luftë të Turqisë. Turqi-Izrael është e pamundur të ndodhi. Është e pamundur të ndodhi. Për shumë arsye, por dhe për një arsye tjetër të fortë, që lufta midis Izraelit dhe Turqisë do të jetë një luftë shkatrimtare për Izraelin. Pra nuk ka mundësi, sepse Turqia nuk është një vend, po themi, në distancë të largët nga Izraeli, ka vetëm Sirinë në mes, pra nuk është në distancë siç është Irani, që nuk ka mundësi, që vetëm mund të arrihet, ose kapacitetet projektuese janë vetëm të karakterit të zbulimit, ose raketor, ose aviacioni. Turqia është shumë pranë me Izrael. Nuk shikon mundësi në një zgjidhje me goditje bërthamore në luftën me Iranin, nëse do zgjat pak lufta dhe pak më shumë, edhe një muaj më shumë. Unë e shikoj luftën e Iranit disi ndryshe nga ajo që quhet shiko. Ka një gjë që në përgjithësi kur ndodh një fenomen luftë, njerëzit mendojnë brenda kutisë, brenda boksit. Domethënë, siç është një luftë normale, dhe kjo është normale që mendojnë. Po unë e shikoj ndryshe luftën në Iran. E shikoj komplet ndryshe, sepse në fakt objektivi i panegocueshëm i palës amerikanë dhe izraeli, po këtu dhe arabët, është dëmtimi i kapaciteteve ushtarake, bërthamore, raketore dhe forcave proxy, që janë në linjën e mesme. Pse? Atëherë. Po këto si shkatruan njerëz, kur thanë që Hezbollahu mbaroi. Hamasi mbaroi. Jo, nuk ka mbaruar, Hezbollahu do godet. Vetëm Jemenit s'po ndihet. Ai Jemenit ka kërcënuar që do kërcënojë në detin e kuq. Shiko, që të arrim në konkluzionin se çfarë do të ndodhi, duhet dim çfarë ka ndodhur.
Se ndryshe, domethënë, unë e kuptoj që ka një tendencë për të thënë për shembull që dhe kjo mund të jetë e vërtet, në një farmase, lidhja midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, influenca që ka Netanyahu, që ka detyruar Trumpin e tjerë, por nuk është vetëm kjo. Në të kaluarën kemi pasur disa elemente të tjerë. Kush janë elementet? E para, Irani ka kërcënuar jo vetëm Izraelin, por dhe disa vende të tjera arabe në të kaluarën, të paktën në 3 vjet e fundit. Kush janë 2 vendet arabe? Arabia Saudite dhe Egjipti. Apo jo? A ka dëmtuar ekonomikisht Egjiptin gjatë luftës në Detin e Kuq? Gjatë goditjes si bënden anijeve në Detin e Kuq? Po, e dëmtoi Jemeni. Po, e dëmtoi gati 30% të trafikut që kalon. Por kanali i Suezit është burimi më i madh financiar i Egjiptit. Që do të thotë Jemeni ose Houthi si një proxy e Iranit dëmtoi financiarisht Egjiptin. Në të njëjtën kohë, a ishte vetë Houthi që ka goditur dhe brenda Arabisë Saudite? Pra, kërcënimi ka qenë direkt. Tjetra, vetë 2 forcat të tjera kanë kërcënuar Izraelin dhe ekzistenca e Izraelit është e padiskutueshme të paktën jo vetëm për Shtetet Bashkuara, por edhe për vendet europiane. Nuk vjet në diskutim. Dhe dalim tek një çështje tjetër tani. Përse i duan Iranit 3.000 raketa balistike në një rajon i cili është me musliman? Sepse ai ka vetëm rajonin e muslimanëve. Pra, raketat e tij kapin vetëm rajonin e muslimanëve, pra nuk dalin. Të pyetje mund ta bëjmë edhe për Izraelin, për çfarë duan 200 bomba bërthamore? Pikërisht, këtu do dalim. Atëherë përse i duan? I duan për të destabilizuar. Dhe çfarë ka ndodhur? Unë kam bindjen e plot. Irani ka çbalancuar fuqitë ushtarake në rajon. I ka çbalancuar. Pse? Rajoni i lindjes mesme ka se kishte luftën me vendet në rajon Irani, luftën e kishte me Amerikën edhe me Izraelin. Dakord, por zbalancimi ka ndodhur. Pse? Sepse ka sulmuar dhe Egjipti. Vendet e rajonit, ajo i shikon armike aq sa ato mbajnë bazat amerikane. Shiko, dakord, nuk është se janë në luftë në vetveten. Në rregull, me njëra tjetër. Atëre si shpjegohet që Arabia Saudite dhe Irani kanë pasur marrëdhënie shumë të këqija me njëra tjetrën. Dhe u detyrua Kina të ndrynte, por mbas marrëveshjes si bëri Kina, Arabia Saudite bëri një marrëveshje me Pakistanin për si akt vetmbrojtje. Para një viti ka bërë një akt vetmbrojtje. Këtë e ka bërë kundër Izraelit apo kundër Iranit? Pakistani ka deklaruar që nëse goditet Irani me bombë atomike, Pakistani do godas Izraelin se është fuqi bërthamore. Dakor, por pakti që u bë, marrëveshja që u bë. Pakistani me Iranin ka marrëdhënie të mira. Jo, Pakistani bëri marrëveshje me Arabinë Saudite, akt mbrojtje kolektive. Po. Kundër kujt? Po kështu siç e bëni pyetjen ju duket sikur është kundër Izraelit, kështu Iranit. Pikërisht sepse sot Pakistani ka vendosur sisteme të mbrojtjes kundërajrore në Arabinë Saudite. Sot flasim. Po Pakistani problemin nuk e ka me Iranin, e ka me Indin. Dakord. Edhe me Afganistanin. Edhe me Afganistan, po më shumë me Indin. Por në raport. Dhe është aleate me Kinën. Desha të thirrja këtë element që Irani, shikon, linja e mesme është një vend shumë i ndjeshëm nga pikpamja e balancës fuqive. Po. Është shumë i ndjeshëm. Edhe i komplikuar. Por atje ka pasur një status quo të përhershme, të paktën mbas 2001-shit, mbas 1991-shit, që ka pasur një influencë të përhershme amerikane. Kjo është qoftë me baza të tjera. Dhe këtë influencë ka tentuar ta sfidoj Irani. Por vendet arabe në këtë konflikt më komod ndihen me amerikanët se sa me Iranin. Pra sfida që kërkon të bëjë Irani, ndryshimi të balancës së fuqive në lindjen e mesme nuk i vendos në një pozicion komod vendet arabe. Këtë desha të them. Nuk i vendos në një pozicion komod. Dhe po të shikojmë sot, në fakt, pse Irani godet dhe vendet arabe? Sunite, pse i godet? Sepse në fakt e di shumë mirë që dhe ato kanë qenë pjesë e komplotit për të goditur Iranin. E di shumë mirë kanë qenë pjesë e komplotit. Dhe, tashti, që të vim tek pika, cila do t'jetë
cila do të jetë zgjidhja e luftës, sepse këtu vim gjithmonë tek çfarë zgjidhje mund të ketë lufta. E para, për mua objektivi i parë do të jetë rënia, ulja e fuqisë ushtarake të Iranit, që do të thotë mos krim, mos ndërtimi i armëve bërthamore, eliminimi i raketave me verezet gjatë, mos financimi ose ulja e peshës, eliminimi i organizatave proxy dhe e fundit, që është nga më të rëndësishme, është kontrolli i plot i kanalit Suez të Hormuzit. Po. Pra, në qoftë se do të arrijnë këto 4 rrethana, lufta do të mbaroj. Nuk do të mund të mbaroj dhe pa ndryshim regjimi. Pse? Sepse Irani që të arrijë përsëri një stat tjetër të kërcënoj balancën e fuqive në lindjen e mesme, do t'i duhen të paktën 20 deri në 30 vjet. Po. Je dakord që do t'i duhen, në qoftë se sot. Pra do t'i duhen 20 deri në 30 vjet. Ndryshimi i regjimit do të jetë Ju si e quani balancën e re që do krijohet sipas këndvështrimit të Iranit? ajo që ka qenë tradicionalja me influencën e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që ka qenë Irani kërkon ta prishte. pikërisht pra. Dhe çfarë kërkon të ndërtoj Irani? Mendoni? Kërkon Bëhet ajo së lideri e rajonit. Po, dhe të largojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është objektivi i Iranit. Do krijohet një vakum. Kush do ta zërë të vakum të Sot s'ka vakum. Jo, në qoftë se largohen Shtetet e Bashkuara dhe influenca e sepse sionistëve. nuk ka mundësi të ndodhi. Jo, teorikisht Irani pse po zhvillon këtë luftë? Sepse pikërisht nëpërmjet Në qoftë se do pranonte këtë influencë amerikane, ajo s'kish nevojë të bënte luftë, pranonte kushtet. po pikërisht pra Irani Që s'po e pranon, çfarë plani mund të ketë Irani? Se Irani, si pas deklaratës së ministrit të jashtëm Abbas Araghchi, edhe para 2-3 ditëve thanë ne s'kemi kërkuar armë pushim, dhe ne duam që lufta të vazhdoj. Dakord. Pra Irani nuk po dorëzohet. Ndërkohë ka një qeshur të madhe në lidhje me atë që ka ndodhur në Izrael, thuhet që Tel Avivi është kthyer pak a shumë si Gaza dhe ka dhe Jo, ka goditje, ka. Po jo që është kthyer si Gaza. Jo. Domethënë të jemi realist, intensiteti i goditjeve në këto kohët e fundit, paktën ditën e fundit. Po për kësaj që thuhet që ka vdekur dhe Netanyahu, jo. Ka edhe fjalë që lideri i ri i Iranit ka shkon për kurim në Moskë. Këto janë të pakonfirmuara. Janë të pakonfirmuara dhe janë në kuadrin e konspiracionit. Araghchi tha që nuk ka asnjë dëmtim të liderit të ri dhe është në krye detyrë. Pikërisht. Por unë desha të dilja tek kjo. Sot lufta nuk është më ajo lufta klasike. Që ti pushton me ushtar. Jo, nuk është ajo. Një nga objektivi parësor i luftës me Iranin është rënimi i fuqisë ushtarake të Iranit. Ndryshimi ose heqja e mundësisë për ndryshimin e balancës së fuqive në rajon. Në qoftë se kjo do të ndodhi, pra që Irani të dorëzohet, mendoni që Irani do bëhet nëpërmjet eksportimit të demokracisë, të kulturës perëndimore dhe heqjes rregullave dhe të kulturës që ata kanë që qeverisen sipas sheriatit të tyre shiit, mund të përmirësoj jetën e qytetarëve iranian, për shembull keni parasysh modelin në Libi, që ndodhi, ku u luftua me këto deklarata propagandistike, me këtë narrativ që do përmirësojmë jetën e qytetarëve libian, sepse Kadhafi është diktator, e tjera. Në kohë kur rendi dhe siguria aty është të prishur, janë dy forca që luftojnë për pushtet, njëra forcë që mbështetet nga Kombet e Bashkuara dhe që njihet dhe tjetra që është në opozitë dhe ka rrëmbyer armët, ndërkohë ka një anarki të kontrolluar në Libi. E njëjta gjë ka ndodhur pas rrëzimit të Saddam Huseinit në Afganistan. Kudo që të shkosh. Pra kudo është krijuar një tokë e djegur nga fitimtarët në thonjza, dhe jeta në planetin tokë është bërë me keqe se sa para luftës.
Një luftë kur zhvillohet nga vende më të civilizuara, të cilat e fitojnë luftën, presupozohet që do të sjellë zhvillim, kurse në fakt këto luftra kanë sjellë në një plan afatgjat fatkeqësi. Duke përfshirë edhe ngritjen e çmimit të naftës, ngritjen e çmimit që japin efekt zinxhir të mallrave të ndryshme të cilat lidhen me energjinë, për lëvizjen ndryshimet demografike të mëdhaja ku Evropa është ajo që ka pësuar gjithmonë pasi sa herë Izraeli ose sionistët bëjnë luftra, ata transferojnë në të gjitha kostot e lëvizjes së njerëzve me emigracion në Evropë duke prishur cilësinë e demografisë dhe të etnive të këtyre vendeve evropiane ku ata shkojnë, pra duke sjellë dhimbje dhe vuajtje të gjitha pjesëve të botës. Dhe këto Izraeli bën në mënyrë të papërgjegjshme. Në fillim, siç ka deklaruar dhe Wesley Clark në një deklaratë që ka bërë ndoshta në vitin 99, ka thënë që në këtë West Point, kur ka qenë njerë, pash këto planet e luftës që ishin bërë për të ndryshuar qeverit e 6-7 vendeve në lindjen e mesme, dhe ai ka arrestuar tekstualisht ashtu siç ndodhen në fakt Sudan, Libi, Marok, Irak dhe Iran i fundit. Sa herë dilte fliste Netanyahu ose Netanyahu, sa herë dilte fliste theshte po rëzuam Sadamin, shpëtoi bota. Pas i rëzoheshe Sadamit, dilte ky i Siris, pas ti të Siris, dilte ky i Khamenei i Iranit. Pra të gjithë në rajon ishin të liq dhe vetëm Izraeli ishte shteti më demokratik dhe më qellor që kishte ajo zonë, kurse në fakt sipas shumë studiusve dhe analistëve, gjithë qëllimi është që të ndryshohet nga Pax Americana, dhe Pax Americana do bjerë për bashkëpunimit me evangelistët të sionistëve, pasi evangelistët janë gjuhërisht të konvertuar në krishtërim, në shekujt të ndryshëm, dhe kanë hyrë dhe kanë marrë kalan nga brenda, dhe tash duan të ndërtojnë atë që quhet Jeruzalem qellor dhe të zhvendosin qendrën e pushtetit në fillim nga City of London në Washington DC dhe ta çojnë në Jeruzalem dhe të ndërtojnë në Izraelin e Madh. Nuk e dim nëse kjo do të arrihet apo jo, pasi Izraeli i Madh shtrihet në territoret e shumë shteteve të sotme të lindjes së mesme, por Izraeli i Madh përfshin dhe Mekën dhe Medinën dhe do të marrë dhe një pjesë të madhe të Arabisë Saudite, dhe në qoftë se kjo pra Irani do të rrëzohet, thikën të fundit do të hanë jordanezët dhe të cilët i kanë në xhep Izraeli, dhe po flas për popujt e Jordanisë dhe të Arabisë Saudite, ku do të bëhet ajo Izraeli i Madh që ka të formën e çizmes që e mbajnë edhe ushtarët këtu në një pjesë madhe si arte qëllimeve që kanë sionistët për të ndërtuar rendin e ri botëror dhe për të kaluar nga Pax Americana në Pax Judaika, gjërat të cilat unë i kam thënë qysh nga viti 2010 që janë këto skema, po në atë kohë njerëzit si kuptonin, edhe sot ka shumë që si kuptojnë, dhe unë them që gjithçka bëhet në funksion të kësaj, por mund të ndodhë që këta të arrijnë qëllimin, por edhe mund të shkatrohen dhe të dyja palët dhe gjithë rajoni lindjes së mesme të kaloj fatkeqësisht në një situatë Armagedoni ku mund të përdoren armët bërthamore, dhe unë mendoj që do të përdoren armët bërthamore si opsioni fundit për të mos u pranuar dështimi. Ju thoni jo, unë besoj por ju mendoni se Netanyahu ka logjik racionale? Jo, dhe njerëzit e tij se Netanyahu dhe mund të mos ekzistojë, por Netanyahu duhet të vejë një herë para, duhet të vejë në Hag. Po ka qenë në Gjermani, thot, isha në Gjermani, thot. Jo, nuk ka qenë, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi të ketë qenë në Gjermani. Në çdo vend evropian, përveç në Hungari, ai do të arrestoj.
duhet paraqitet në Hag të pastrojë veten, pastaj atë. Por gjithsesi, çështja është e tillë. Shiko, nga të gjitha vendet ku ka ndryrë Amerika të paktën në 30 vitet e fundit, vetëm Kosova është modeli i cili ka funksionuar. Kjo është e vërtetë. Po. Është i vetmi rast që ka funksionuar. Kurse edhe rastet tjera nuk kanë funksionuar. Pse? Sepse duhet të kuptojmë cilat janë interesat e Shteteve të Bashkuara apo të aleatëve në atë moment dhe cilat janë interesat e vendit. Shiko, sot ne po flasim pse ndryroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Iran. Ka prishur balancën e fuqive, ka sfiduar, ka tentuar të sfidoj pushtetin amerikan në linjën e mesme. E qartë. Në botë. Po themi për linjën e mesme, sepse ka që kishte fuqin Irani. Ka që kishte fuqin Irani, nuk e kishte në gjithë botën. Shiko, është ndonjëherë 2 pika ujë, derdhin gotë. Irani ka qenë 2 pika të ujë. Unë po marr vetëm rastin, më thënë po e kufizoj. Pra vetëm në lindjen e mesme. Tentoj të sfidoj pushtetin e Shtetet Bashkuara, influencën e Shtetet Bashkuara dhe vendet arabe, kuptohet që jenë më komod me Shtetet Bashkuara se sa me Iranin, kjo është e vërtet, atëre u bashkuan të gjithë bashk dhe kur do të mbaroj? Për mua, faza e parë do të jetë kur të shkatërohet i gjithë arsenali ushtarak, ndoshta dhe ekonomik disi, edhe një pjesë Dini që ka 500 vjet që nuk është pushtuar asnjëri. Nuk as ka ndërmend njeri të pushtoj Iranin. Po as ta sundoj. Pikërisht, atë të sundoj, por që ti do pësosh fuqin dhe ti heqësh mundësinë e sfidimit ekziston. Problemi nafta, ku do shkojnë nafta? Çdo qeveri që do vi nuk do guxojë të jap naftën amerikane. Dakor, por problemi është që sot bëhet lufta. Sot po të shkojnë nafta. Sot po tentohet dhe të mbahet kontrolli i kanalit të Hormuzit. Shtetet Bashkuara, pavarësisht kush është presidenti Trump, i cili në fakt është i paqëndrueshëm në komunikimin e tij publik, por sot po shikojmë që po ndërtohet një koalicion i cili po tenton të marrë në kontroll ngushtinë e Hormuzit. Pra, francezët janë atje. Duan të hapin dhe një kanal të nga në... Jo, është thjesht një ide, po britanikët janë duke shkuar, amerikanët i kanë çuar ato 3 dragamina, 3 minajse që i kanë... Pse u ofruan britanikët? Si mendon? Do ketë ndonjë kompromis për shfrytëzimin e rajonit? Jemi realist, britanikët janë kombë më i afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në historinë e Shtetit të Bashkuara. Pavarësisht sot janë armiqtë më të mëdhenj. Pavarësisht janë globalistë dhe antiglobalistë. Dakor, por nga pikpamja e qendrimit e pushtetit është City of London. Washington DC armiku më të madh ka City of London. Pamja fati i Britanisë ka qenë i lidhur të paktën 100 vite. Ka qenë, por nuk është me Trumpin jo. Jo me Trumpin, nuk shiko. Ne duhet make great America again as kundër globalizmit. Duhet të ndajmë Trumpin nga Shtetet e Bashkuara. Përpara se të fillonte lufta, ishte në diskutim dinjiteti dhe kapacitetet e Trumpit dhe qeverisë tij. Sot është në diskutim dinjiteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pse ka filluar lufta. Pra, në këtë moment një zyrtar britanik është në gjendje të ndajë që qëndrimi i tij është pro Amerikës apo pro Trumpit. Pra, është një gjendje dhe çdo njeri normal sot e kupton që sot nuk është Trumpi në lojë, nuk është dinjiteti i Trumpit, personaliteti i Trumpit, fuqia e Trumpit si personalitet, por është fuqia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lojë. Dhe britanikët i zëmëraku për fuqinë e Shteteve të Bashkuara. Të paktën në 100 vitet e fundit fati i tyre ka qenë i lidhur me britanikët kanë Kanadan, nuk kanë Amerikën, dhe Kanadan e kanë ndërse për të rimarrë Amerikën. Mirë, po. Gjithmonë Kanada e ka qenë në luftë me Amerikën. Deri më sot nuk ka asnjë luftë. Dhe Amerika, të gjithë presidentët që kanë qenë pak a shumë independentistë të fuqishëm, kanë dashur ta marrin Anglinë atë Kanadan që mos e lejojnë që Kanadaja të jetë një nëndetse për interesat britanike në... Por, në çështjen e Britanisë është marrja e Shteteve të Bashkuara. Shikoj. Këta e kuptonin që ishte vështirë ta merrnin ashtu si Kanadan dhe filluan ta merrnin me një mënyrë tjetër që ishte me Deep State. Deep State nuk ka vetëm në Angli, sepse Deep State-in e krijon City of London. Dhe Deep State i më fuqishëm ka qenë në Amerikë. Dhe Amerika mbahej në skllavërinë britanike nëpërmjet Deep State-it, që Trumpi po përpiqet ta shkatrojë. Por pjesa më e fuqishme e Deep State-it është Epsteini, dhe
Trumpi, në qoftë se ndodhet ke Epsteini dhe ka një dosje të tmerrshme, siç kam dëgjuar unë, kupton, nga disa kanale që më kanë thënë se çfarë mund të ketë atje, që është një gjë që nuk dua ta them, në qoftë se ajo është e vërtetë, atëherë Trumpin Deep State e ka kapur me një çengel dhe këtë e tregovi dhe futja në luftë me Iranin. Me gjithë kontradiktat që kanë, të paktën në 100 vitet e fundit, Britania e Madhe ka qenë gjithmonë në krah të Shtetit Bashkuar. Zyrtarisht. Përmjet Deep State. Zyrtarisht. Unë e konsideroj zyrtarisht ka qenë në krah të Shtetit Bashkuar. Ashtu sikur edhe Shtetet Bashkuara kanë qenë në krah të Britanisë së Madhe, po marr rastin më flagrant që ishit Malvin, ku Britania u përfshi direkt vet. Natyrisht. Dhe amerikanët e ndihmuan. Sepse në fakt kundër Argjentinës të nderuar shikues. Pra, ideja ashtu që në gjykimin tim, lufta ose ajo që po ndodh në Iran, nga pikpamja e interesave të Shtetit Bashkuar, interesa direkte, përfundon në momentin që shkatërrohet sistemi ose kapacitet ushtarake të Iranit, të cilat do të duan shumë kohë, por interesi mund të shkojë dhe më tutje në qoftë se do të krijohet një rezistencë e brendshme. Natyrisht, interesi më i madh është të ndrojë regjimi, por regjimi nuk varet nga fuqia ushtarake amerikane apo Izraelit, sepse do një reagim të brendshëm, do dikush që të vinë në pushtet, që të kontrollojë, që mos të ndodhi më Libia, mos të ndodhi më Siria, apo mos të ndodhin fenomene të tilla. Mendon se Izraeli ka këtë qëllim që mos ndodhin këto përsëritje? Jo, Izraeli ka tjetër objektiv. Izraeli do kaos. Ka tjetër objektiv. Po. Do që t'i vjedhin naftën. Ka tjetër objektiv. Prandaj them që në gjykimin tim objektivi i parë arrihet në moment që shkatërrohet gjithë arsenali ushtarak iranian. Pastaj duhet të shikojmë nëse do të ketë një reagim të brendshëm, një forcë të brendshme reaguese, atëherë do të kalohet në fazën e dytë, që është faza e ndryshimit të regjimit. Unë mendoj që nuk kam për ta mundur dot Iranin, lufta do zgjat dhe zgjidhja do të jetë Armagedoni, goditja me armë bërthamore e Iranit. Dhe kjo do të jetë hapja e kafazit të rinjeve për të gjithë botën. Kapiten, ishim të dy bashkëbisedues këtu për të gjithë ata që se din që unë jam edhe për të bërë pyetje dhe për të bashkëbiseduar, se më thonë shpeshherë që duhet flasë më shumë i ftuari, thonë në fakt duhet flasë më shumë unë, se unë kam edhe pyetjet, edhe diskutim. është komunikim, nuk është... Dhe ka disa që se kuptojnë këtë gjë kaq të thjeshtë edhe ma bëjnë kështu si koment. Ne jemi bashkëbisedues, por unë duhet tap edhe ato çështjet, natyrisht dhe i ftuari ka drejt tap çështjet e veta, se bisedë e lirë është kjo, jemi në podcast. Të falenderoj shumë kapiten Artur Meçollari, ishte kënaqësi si gjithmonë për bisedat intelektuale që bëjmë me juve, dhe uroj që ato parashikimet e këqija që unë bëj ndonjëherë të mos ndodhin dhe të dalin më shumë parashikimet e tua që janë pak më optimiste, madje të dalin parashikime akoma dhe më të mira, dhe bota të shkojë drejt paqes dhe prosperitetit dhe të rivendosen ndonjëherë ekuilibrat e gjata botërore ku njerëzit të jetojnë në prosperitet dhe harmoni të gjitha racat, të gjitha vendet e botës, të gjitha shtetet. Para se ta mbyllim të nderuar shikues, dua t'ju kujtoj edhe një herë që hiqeni gurin e Sizifit nga zemra dhe nga dora dhe ngrijeni se mjafton vetëm një klik aty ku thot subscribe ose ata që e kanë në versionin në shqip aty ku thot abono dhe atje ku është ajo shenja like që t'ju ndjekim ne, mos na ndiqni ju ne dhe mos ju mungojnë biseda të tilla kaq informuese dhe kaq që hapin kaq shumë dritare dhe panorama dhe secili nga ju mund ta mendojë të ardhmen dhe të sotmen sipas mendjes dhe informacioneve të veta nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim. Tung tung.